Këtë në fakt, thjesht doja një perspektiv të mënyrës se si po zhvillohet kjo fushat. Në fakt, unë personalisht do doja që me secilin prej përfaqësuesve apo drejtuesve politik të qarqeve në këtë hapësirë të ndaleshim për të sjellë edhe lidhur me problematikat që hasen në zonat respektive, në këtë rast për Elbasanin, se çfarë ofron Partia Demokratike për atë zonë, po dhe se çfarë presin qytetarët në vetvete. Çfarë mund të themi për Elbasanin? Ti ke disa javë aty, disa muaj tashmë që ndodhesh dhe e ke një panoramë të qartë. Elbasani është gjithë Shqipëria. Pra lexova jo më shumë se pak ditë që një pjesë Elbasani bën pjesë ndër qytetet dhe qarqet që ka braktisjen më të madhe të popullsisë, por ka një gjë që pjesa, po ta dëgjonin kryeministrin, ka marrë flet për integrimin e Bashkimit Evropian. Pra pasi ka bërë gjithë këto lloqet, në fund shkonte Bashkimi Evropian duke nxjerrë pasaportën. Tani, çfarë është Bashkimi Evropian për shekull? Është një vend që ka lirinë më të madhe të individit, mund ta themi në botë, është një vend me ekonominë më të lartë në botë, do është tregu më i madh në botë. Tani, ku do pozicionohet Shqipëria në këtë treg, në këtë organizatë ose në këtë klub? Ku pozicionohet? Europa BE është një vend me demokracinë më të lartë, me drejtat e njerëzit më të larta, me liritë e individit më të larta, me shtetet e drejtës më të larta. Tani çdo shkoj Shqipëria në Bashkimin Evropian, do shkoj me krimin organizuar, i cili është bërë është kthyer në organizatë terroriste. Në Elbasan, në Shkodër, në Durrës, kudo në Shqipërisë. Do shkoj me qeverinë më të korruptuar që një kombi shqiptar, jo shteti shqiptar, që gjysmat janë në përbugje, që të gjithë do të ishin në përbugje, apo me ata që kanë shpira në për Tiranë, në për Vjenën, në për Tetra, në për Male, me këtë lloj ekipi do shkoj. Kush ishte ky ekip? Ky ekip është një ekip ose ishte edhe është me tjetër fytyrë që është Rama. Rama është një mafiot i cili ka marrë gjithë resurset e shqiptarëve, e të kombit shqiptar, i mban peng, i kthen në formë gallate. Ai pushtetin e bazon të dy elemente, tek financa, tek parat në blerjen e votës, një edhe tek grupet kriminale. Ky është pushteti i Ramës dhe një grup mediatik të paguar që sulmojnë, përçudnojnë këdo. Me këtë lloj shtetformimi, me këtë lloj qeverisje, pas një koncept politik, pas një koncept ekonomik, po mafje, krim të organizuar dhe blerje votash, nuk kryen dot në Bashkimin Evropian. Shqipëria sot është shumë vite larg sa ka filluar që ka komunizmit afër Bashkimit Evropian. Se nëse në thënjishin për të qenë pjesë e Europës, kishte ndrimtar, kishte idealist, kishte profesor, kishte njerëz që kishin një ideologji, kishin një objektiv përpara. Sot shqiptarët janë masivisht larguar nga Shqipëria. Shqiptarët dhe Shqipëria është kthyer në zona në përbot në zona lufte që quhen warlords, pra në guvernator krimi, në posa që kontrollojnë qarqet e Shqipërisë. Me këtë Shqipëri nuk kryen dot në Afrikë, jo të hysh në Bashkimin Evropian. Dhe të jenë qartë shikuesit dhe ju bashkë me mua, me Ramën Shqipëria nuk kryen dot Bashkimin Evropian. Se u bën 3 mandate dhe më thoni pse nuk hyrën në Bashkimin Evropian. E mbani mend ju që Rama përpara, më duket tek mandati i dytë, hapi shampanjë dhe tha që ne morëm procesin, jemi gati për në Europë. Kur ishte një gënjeshtër, që nuk mund të gënjejë njeriu në këtë lloj formati, se është një gjë që duket. Kështu që Shqipëria e krimit, Shqipëria e varfërisë e papunësisë, që janë gjëra reale, nuk janë gjëra opozitare. Shqipëria e njerëzit që e braktisin e lënë Shqipërinë, nuk ka si të jetë pjesë e Europës. Çfarë mund ta lidhi për shembull Elbasanin, po them tani po marr një qytet, s'u marr kryeqytetet, me Meniun. Çfarë mund ta lidhi Elbasanin me Firencen apo Tiranën me Firencen dhe me të drejtë e prekët ku kanë shkuar një numër shumë i madh i elbasanlinëve dhe janë emigracion aty. Ja, ata themi këtu që këtu e gjithë policia është në shërbim krimit. Apo se këtu s'po flas për Elbasan, por për gjithë Shqipërinë, që ministrat janë të zhytur me miliona. Ai bashkisë ka vjedhur gjysmën e Shqipërisë, nën kryetari i tij drejton qarkun. Pra ku qëndron europianizmi këtyre? Mendoni ju që gangsterët e Shkodrës kanë ai gjë europiane? Ku është europianizmi këtu? Se do ta themi njerëzve shumë thjesht e qartë. Apo pollitjet home lulo, kjo është europiane, po kjo nuk ndodh mas në provincat më të vogla. Kjo është një banalitet që të përfundonte politika shqiptare me 30 vjet demokraci të kombinuar hibride. Në këtë lloj niveli në 2025, kur bota është në një dinamikë të madhe të politikës jashtme, në gjeopolitike dhe ekonomike, me Kinën, me Rusinë, me ardhin e Trumpit, pra ka një zhvillim shumë dinamik.
ku shumë vendet e Europës dhe vendet ballkanike janë shumë të vëmendshme, si do pozicionohen, u do pozicionohen, Shqipëria ka një të çmendur që bën gallat me një çmendur tjetër. Dhe tani më thoni mua ju dhe ata që më shohin mua bashkë me ju, ku do ta gjeni Europën ju këtu, ku ka Europë këtu? Ku ka kulturë politike këtu? Kjo nuk ka asnjë lidhje me politikën. Kjo është për të marrë ilaçet dhe ti ikësh atje te vendi ku është, se këtu Elbasani e ka dhe spitali shquhet për psikiatrikun. Ai le të vi këtu e ta hufin brenda. Por të flasësh për politikë, për të kesh një muaj e gjysmë para fushatës, dhe mos kesh një koncept ekonomik. Mos kesh një tezë për rinin shqiptare që të ka ikur nga Shqipëria. Mos kesh një tezë për arsimin shqiptar që është rënuar i tëri. Mos kesh një koncept ekonomik për pensionistët shqiptar, që janë votuesit më të mëdhenj, që kanë ngelur vetëm se ju kanë ikur dhe fëmijët. Ju e dini që një pjesë të moshuarve në Shqipëri mbajnë fëmijët e tyre, nuk i mban pensionin e tyre. Atëherë ku është politikë bërja? Dhe të dhe ka për disa pika. Cilat janë tezat e Partisë Demokratike dhe veçanërisht nëse këto mund t'i përkthesh se në makro sigurisht janë